Komiteti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH për sigurinë e vaksinave njoftoi sot se shqyrtimet e fundit të provave shkencore riafirmojnë se nuk ka lidhje midis vaksinave dhe çrregullimeve të spektrit të autizmit. Komiteti Këshillmor Global i OBSH-s për sigurinë e vaksinave analizoi 2 rishikime sistematike që mbulojnë studimet të publikuara nga viti 2010 deri në gusht 2025. Rishikimet përfshinin vaksinat në përgjithësi, si dhe vaksinat që përmbajnë thimerosal, një ruajtës me bazë mërkurin që për vite me radhë ka qenë shënjestër e pretendimeve të pabazuara se kontribuon në autizëm. Sipas komitetit, shkaku merret në konsiderat vetëm kur studime të shumta me cilësi të lartë tregojnë vazhdimisht një lidhje statistikisht të rëndësishme. Ndër 31 studime të analizuara, 20 nuk gjetën prova të një lidhje midis vaksinave dhe autizmit. 11 studimet e mbetura të cilat sugjeruan një lidhje të mundshme u vlerësuan si të dobta metodologjikisht me një rrezik të lartë paragjykimi. Njoftimi i OBSH-s vjen pasi sekretari i Shëndetësisë Kennedy mësoi se muajin e kaluar kishte urdhëruar qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve të rishqyrtonin qëndrimet e tyre të kahershme se vaksinat nuk shkaktojnë autizëm.